BDI sot ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të grupit parlamentar Bekim Qoku në lidhje me miratimin e ndryshimeve për ligjin e përdorimit të gjuhëve. Me badenter të votojmë këtë shpejt një tjetër turp institucional, thon nga BDI. Nga BDI thonë se qartazi kemi të bëjmë me një përpjekje për shantazh institucional, ku fatet e të punësuarve dhe rrogat e tyre po përdoren si mjet për të shuar Inspektoratin e Gjuhëve dhe për të vendosur ato në kontroll të Ministrisë së Drejtësisë, duke ia shuar përfundimisht statusin e personit juridik, status të cilin e ka për momentin. Kjo nuk është reformë, është eliminimi i pavarësisë institucionale dhe përçmim i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, një hap i radhës për të bërë gjuhën tonë peng të pazareve politike dhe për ta nxjerrë nga pozita kushtetuese që e garanton. Gjuha shqipe nuk është një simbol folklori, është e drejtë kushtetuese, është identitet, është detyrim institucional, nuk mund të mbroni të paktën ose mos manipuloni, lërini ta bëjnë të qetë bëj betejën shqiptarët e vërtet, thon nga BDI-ja ndër të tjera.